Po që ndërruar duke qenë se edhe pse ka shumë prej librave, pra biblioteka islame është pasuruar shumësi me libra të përkthyer, ashtu me libra të shkruar, dhe në të njëjtën kohë faqet islame të cilat pasqyrojnë material të bollshëm të kënaqshëm për çdo kënd që kërkon të marrë njohuri plot ose të qëndrueshme të saj feje, po kështu edhe mësimet në xhamia gjenden dhe janë, prapë shohim një dëshirë të zbet, të vogël, dhe sa i përket xhamatit në përgjithësi, si shoqëri, parashmarrjes së kësaj diturie dhe shfrytëzimit të këtyre burimeve. Pse ndodh kjo dhe cilat janë kurat për mjekimin e kësaj, nëse do ta quajmë së mundje. Po në pajtohem me hoxhën e nderuar se kjo është një smundje që ka kapluar fatkeqësisht në mas të madhe xhamatin dhe është duke u shnuar në dukuri fatkeqësisht, do të thotë mungesa e leximit, mos prezenca e mjaftueshme në ligjërata, me një fjalë mos trajtimi i duhur dhe i mjaftueshëm si duhet për individ përballë detyrisë. Normalisht shkaqet mund të jenë të shumta, arsyet mund të jenë të lloj-llojshme, por unë dua që t'ua them dy gjëra vëllëndruar. Lidhe me këtë çështje. E para, ne si individ, apo kemi përgjegjësi. Përgjegjësi kemi para Allahut mënduar. Përgjegjësi kemi përballë njerëzve. Kemi përgjegjësi përballë çdo gjë që na rrethon. Apo kena përgjegjësi. Kemi të drejtat tona, por e kemi edhe përgjegjësitë. Kemi detyrat dhe obligimet. Dhe për gjitha këto përgjegjësi që i kemi, do t'japim nesër llogari për Allahut të mënduar. Andaj Allahu ka më të pyet për këtë, për atë e kështu me radhë. Dhe mënyra e vetme për t'i garantuar vetes tonë, lirim nga kjo përgjegjësi është detyria. Çdo mënyrë tjetër për t'i liruar nga përgjegjësia mund na ngarkon më tepër me përgjegjësi. E mendoj se kjo është e mjaftueshme. Ti e ke një barr, para më ne për shembull një njeri i cili ka 200 kg në shtëpi. Apo dhe e rëndon, nuk i mundson, nuk i lejon që në mënyrë të mirëfillt ta ushtron jetën këtë botë. Apo dhe tash ti shkon me e bind këtë njeri, o burr. Vetëm për shembull, këtë litar zgjidhe dhe këtë veprim bara dhe ajo shkarkohesh me kësaj përgjegjësie. Shkaktohet pe kësaj bara. Dhe ai nuk ndëgjon. Pranon me barr 200 kg barr në shtëpi, apo që dënohet me të e nuk pranon me ndëgju për një zgjidhje adekuate që lirohet nga kjo përgjegjësia. Ky njeri si duket në sytë tu? A duket i mençur? A duket nga ata që ja do të mirë vetes së tij? Nëse përgjegjësia për Allahut nuk madh me kilogram. Wallahi është përgjegjësi aq e madhe, aq e rëndë, apo saqë Allahu xhallahu ala ka dashur me ngarkuar kodrat me këtë përgjegjësi, ka refuzuar me e bardh. Para mëno kodra nuk ka mundësi me e bardh përgjegjësinë që ne kemi marrë mbi supet tona. Dhe pasoj e keqe e mos kjo se kjo përgjegjësi është se njeriu mund të bëhet i padrejt dhe të bëhet ignorant. Prandaj detyria është e cila të bën me qenë i drejt, të lënë nga përgjegjësia. Dhe ti nuk ke ku me marr këtë dije tjetër pas tek burimet e saj. Kjo është e para. Dhe e dyta që dua të them vëllëruar është se ne edhe ashabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam a kërkojmë të njëjtën gjë apo kemi dallim në kërkesa? Për shembull, ne kërkojmë xhenetin dhe ne kërkojmë largimin nga xhenemi. A është i njëjti xhenet që na po e kërkojmë edhe ai që ka kërkuar Bubekri dhe Omeri, apo ata kanë kërkuar tjetër, na kemi tjetër? A është i njëjti xhenem që kanë kërkuar të largohen dhe të shpëtojnë prej tij edhe Omeri edhe Osmani edhe Aliu dhe të tjerë, apo ne kemi një xhenem tjetër, kanë xhenem tjetër? A është i njëjti? Është i njëjti. E si e kanë kërkuar këtë xhenet? Si janë larguar nga ky xhenem? Që një shembull konkret. Ata e kanë ditë se vetëm duke u gjunjëzuar dhe duke u ulur para pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe duke mësuar, ata do të kenë mundësi ta njohin rrugën që i shpihen në xhenet dhe i mundson që të lirohen nga xhenemi. Por ata nuk kanë pas mundësi gjithmonë të jenë para pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Çfarë ka ndodhur? Omeri radiallahu ta'ala anhu
ka bërë një marrëveshje me fqiun e tij, me komshiun e tij. Apo dhe ka thënë, një javë unë do të dalë në treg me punu, nga se duhet me punu. Apo ndërsa ti shkon tek pejgamberi sa një javë, dhe atë që ndëgjon tek ai në mbrëmje më kallzon çfarë tha pejgamberi sa me hap mësimin. Ndërsa unë e ndaj me ty 50 fitimin e tregut. Apo ti shkon sa atje, unë shkoj punoj. Një javë. Pastaj një javë unë shkoj mësoj tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ti del treg punon. Pastaj ti ndon me mua fitimin e pasurisë e unë ndoj me ty fitimin e diturisë. Shikoj këtë angazhim. Gjithë këtë mund e kanë dhënë, gjithë atë sakrificë kanë dhënë, gjithë atë kontribut e kanë dhënë dhe prap kanë pas nevojë me mësu. Dhe prap e kanë ditë se nuk ka mundësi të shpëtohet pa deturi. E si mendon dikush për ne me ndjek rrugën e ashabëve, e si mendon dikush për ne me ndjek rrugën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e si mendon dikush për ne me kon në rrugën e grupit të shpëtuar dhe palës së ndihmuar dhe të atyre që janë liruar nga devijime dhe nga lehtitet dhe nga keqkuptimet e shumta, në qoftë se nuk e ndjek rrugën e dijes. Vahji ka përfundu. Shpallja nuk vije më askujt. Që dikush është duke prish shpallje, ta din se gabim e ka. Nuk vjen më shpallja. Dera e dijes dihet ku është. Njerëzit e dijes dihen kush janë. Prandaj të përfitojmë e mos të privohemi, nga se privimi nënkupton ngarkim me përgjegjësi, llogaridhënie të vështirë për Allah xhallahu ala dhe gjithashtu jetë vështirë në jetën e kësaj bote. Pra njohja e nevojës që kemi për dijen, mendoj që na bën që të jemi më të përgjegjshëm përballë kërkimit të saj, Allah dhe më së miri.